Korça u mbush me tingujt e bandave frymore, atmosferën festive dhe energjinë e artistëve që i dhanë jetë qytetit gjatë festivalit ndërkombëtar të bandave frymore Lulu Fest. Tinguj dhe atmosfera e orkestrave nga Shqipëria, Italia, Greqia, Malizi dhe Maqedonia e Veriut kanë mbushur qytetin edhe në ditën e dytë të këtij festivali, ndërsa gjithçka ka kulmuar në koncertin e dhënë për publikun në zonën e Pazarit të Vjetër. Në këtë koncert janë ngjitur në skenë orkestrat frymore të Maqedonisë së Veriut, të Malit të Zi dhe Greqisë. Ne vim nga Malizi, orkestra jonë është nga Kotori. Është nga orkestrat më të vjetra në Ballkane, themeluar në vitin 1842. Këtë vit festojmë 184 vjetorin e saj. Kjo është hera jonë e parë në Shqipëri dhe gjithçka ishte e mrekullueshme fal gjithë organizatorëve. Jemi shumë të lumtur që ndodhemi këtu dhe shpresojmë që gjithçka të shkojë në mënyrë të shkëlqyer. Gjatë ditëve të festivalit, bandat pjesëmarrëse i dhanë qytetit një atmosferë festive, duke e kthyer atë në një pikë takim të artistëve dhe dashamirësve të muzikës frymore. Ky është edicioni i dytë e një prej festivaleve që tashmë është tradit, jo vetëm për Korçën, por edhe për gjithë Shqipërinë, duke afruar në Korçë rreth 2 ditëve rreth ndoshta 200 artistë të ardhur nga Kosova, Maqedonia e Veriut, nga Italia, nga Shqipëria sigurisht që është banda e qytetit Korçës që është shumë e rëndësishme për ne dhe shpresojmë shumë që të ngrihet akoma më shumë në të ardhmen. Është banda fisnike e orkestrës Forcave të Armatosura të Shqipërisë. Të gjithë janë bashkuar në këtë qytet për të mbajtur koncert, për të ndarë skenën midis tyre dhe pse jo për të stimuluar sa më shumë bashkëpunime midis tyre. Lulu Fest ka shënuar këtë vit edicionin e tij të dytë, ndërsa mendohet që kjo traditë e bukur të vijojë në vazhdimsi.